Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jemi në këndin e të ftuarit, minutat në vazhdim do të flasim për aktualitetin politik, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë. Reforma në drejtësi është e pashmangshme, përsa ko lexoni dhe në ekran dosjet e bujshme dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po jo vetëm, urojt na mjaftojnë minutat për të ndalur edhe tek aksioni opozitare më gjerë. Lejoni të prezentoj të ftuarin është Ëngjëll Musaj, drejtori Gazetës Telegraf. Musaj, mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Musaj, e keni hapur sot gazetën me intervistën e ish ambasadorit Nesho dhe është një titull goxha i bujshëm, do të thoja. Sipas ish ambasadorit, FBI heton lidhjet mes atentatit të Trump dhe pastrimit parave në Shqipëri. Në fakt është një intervistë që ai e ka dhënë diku tjetër, por që ne kemi shpërndar dhe kemi marrë dhe si lajm, ashtu siç ndodh në përgjithësi me mediat, aq më tepër që ish ambasadori Nesho është një personalitet dhe njeri me shumë kurajo, kulturë, profesionalizëm. Po edhe informacion përsa kohë edhe reagon. Njohje të thellë të probleme amerikane dhe për shkak të punës që ka bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por lidhjet që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pse jo edhe për në qasjen që ka, qoftë edhe përsa i përket në shtetësisë amerikane, pra i ka të gjitha bashkë. Dhe realisht dihet që ai ka përmendur grupin e trafikantëve të drogës meksikane, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo larg përpara rreth 2 muajsh e konsideruan grupe kriminale të Sinaloas. Sinaloas, pikërisht ajo është. Që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri dhe ata e kanë konsideruar këtë grup meksikan si grupin terrorist i cili merret me trafikun e drogës, dhe amerikanët nuk të falin kollaj që ti të marrësh, të përpunosh kokainën, heroinën apo drogat sintetike, ti futesh në Amerikë, të elmosh shtetasit amerikan, të përfitosh miliona e miliarda euro nga taksa paguesit amerikan, qytetarët amerikan, që shtetasit amerikan të merren, që qeveria amerikane të merret me shtetasit e vet duke i trajtuar për spitale, duke xhuar akoma miliona euro etj. Dhe ti tani ti marrësh këto para, siç po diskutojmë rasti konkret që ju thatë tashmë, dhe ti investosh në vende të tjera, ti pastrosh, ku këto lloj grupesh janë përfolur si pjesë të këtyre grupeve, janë përfolur që kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë marrë aksione hotelerie në plazhe, në Vlorë, në zonat të tjera, në kazino, dhe ata hetojnë që këto para, një pjesë e mirë e këto parave mund të ketë. Ata nuk thonë që e kanë bërë. Patjetër, përsa ata thonë krijon hije dyshimi, çka do të thotë që nga ana tjetër që edhe një lloj profesionalizmi të asaj që ne kërkojmë sot për luftën kundër krimit, korrupsionit dhe trafiqeve, ku dihet që nga krimi, trafiqet dhe korrupsioni nuk ka gjë tjetër përveç se të vinë këto të këqija, atentatet, vrasjet e njërin tjetër. Për analogji, merret shikoj të gjitha vrasjet më të bujshme në Shqipëri, nga kush ka ndodhur? Nga grupet kriminale. Ndaj kujt? Ndaj kundërshtarëve të vet politik, kështu ekonomik, financiar dhe të trafikut të drogës. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu sikur se tha edhe sekretari Rubio, ashtu sikur se ka thënë presidenti Trump, ashtu sikur se ka thënë Shtëpia e Bardhë nëpërmjet Departamentit të Sigurisë, ashtu sikur se ka thënë ministri i drejtësisë i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëkohësisht prokurori i përgjithshëm, që lufta ndaj krimit dhe ndaj trafikut të drogës është e patolerueshme dhe nuk do ta falim. Jo më kot, ajo harxhon miliarda dollar, jo miliona, miliarda dollar për të mbajtur një arsenal të tërë amerikan të anijeve, luftanijeve rreth gjirit të dikur quhej Meksikës, po tashmë quhet gjiri i Amerikës, dhe ai kështu e ka caktuar dhe ashtu ka për të quajtur dhe ashtu do të ngelet, edhe për në sulmin ndaj Venezuelës, sado që ishte një sulm flesh dhe i super organizuar, por edhe në sulmet e tjera ndaj forcave rebele dhe islamike të ISIS-it, ashtu sikurse edhe me mbështetjen që dha po dje në deklaratën e vet presidentit Trump, ku paralajmëroi udhëheqjen iraniane që nuk do të ketë tolerancë derisa të zbardhen vrasjet e 820 persona kishin vajtur deri dje të vrarë
në protestat iraniane. Pra, e njëjta situatë, për analogjisë, ne prandaj bëjmë dhe analizën gjeopolitike dhe të huaj, të cilët kanë lidhje edhe me Shqipërinë, ku një pjesë e mirë e këtyre trafikantëve, trafiqeve, po përdoren në Shqipëri për ndërtim, për kulla, në bregdet, në pastrim parash, dhe jo më kot ne i vuajmë si shqiptarë dhe ne jemi detyruar dhe nuk do të lejojmë dhe nuk do të vazhdojmë të lejojmë më që të ketë zhvlerësim të gjithë kursimeve të shqiptarëve, të ketë zhvlerësim të parave që emigrantët shqiptarë me mish, me gjake, sakrifica i kanë vënë në vendet ku ata jetojnë dhe punojnë dhe i sjellin në Shqipëri dhe ka një lloj zhvlerësimi të tillë. Pse? Sepse qeverisja aktuale intereson që të ketë një zhvlerësim të tillë, që të marrë sa më shumë borxhe jashtë, që ta lajë borxhin me parat, djersën dhe gjakun e emigrantëve shqiptarë, se përveç goditjes që i bëhet biznesit shqiptar dhe importit dhe eksportit shqiptar, sepse ai duke shitur mallin me euro jashtë apo me dollar, do vi ta konvertojnë në para këtu për të bërë pagesa punëtorëve, i bie që ai ka humbur 30-40%. Për analogji, edhe kredia që ka marrë kjo qeverisje për të financuar për oligarkinë e vetë, për t'i falur miliarda e oligarkisë vetë, të rreth 35-40% po paguhen nga shqiptarët këtu brenda dhe shqiptarët të cilët janë në emigrim. Kështu që mendoj që kjo kërkon tani nga opozita shqiptare, nga qytetarët, nga intelektualët, po unë për veten time opozitën do ta quaj të fundit në këtë zhvillim, sepse opozita nuk po bën gjë tjetër, vetëm po del edhe po rrethrotullon, po i bën xhiro vetes rreth rrethotullimit nga selit politike në qendër e nga qendra shpërndarë në përshpi, po të paktën pjesës intelektuale, qytetare, ndërgjegjes së tyre, atyre punojësve të policisë që vënë me forcë atje tek protestat opozitës, të cilët janë pa ngrënë, pa veshur, pa marrë shpërblime, me orë të tezgjatura, që bëhuni të gjithë bashkë për të krijuar një shtet të së drejtës, një shtet ku prioriteti jetë lufta kundër krimit, mirëqenia e qytetarëve, rritja reale e pensioneve dhe jo mashtrimi që po bëhet, siç u bën në rastin konkret, ku ka ta ndis kur thon kokoshi një thel, sepse ato lloj rritje pensioni e përfitojnë vetëm as 20-25% e popullsisë shqiptare. Qytetarët janë ende të paqartë në fakt në lidhje me këtë rritjen e pensionit për 2026, po mbetemi tek dosjet e bujshme Musaj dhe më lejoni t'ju pyes, prokuroria e posaçme tashmë ka një drejtues të ri, ndërkohë janë edhe ai 90 ditëshi vendosur nga Amerika për Ballkanin, fati i Shqipërisë në absolutisht fundi i shkurtit i bie afërsisht, sepse nga dhjetori, janari dhe shkurti, fundi i shkurtit i bie pikërisht periudha në të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar që në rast se nuk do të ketë zhvillime politike në radhë parë, sepse gjithçka do arrit politikisht, atëherë do të kërkohet ndërhyrja e tyre nëpërmjet të gjithë mekanizmave ligjore, shtrënguese, ekonomike, financiare, ndaj të gjithë personave të cilët janë në qeverisje, por janë të inkriminuar, janë të lidhur me krimin, kanë ndikim të krimi, janë bashkëpunëtor të krimi, janë dhe ushtar të krimit, që pastrojnë parat, që kanë grabitur toka dhe pasurin e këtij kombi, dhe që bashkëpunojnë me njerëzit e frontit të së keqes, pra janë anti-europian dhe anti-amerikan, sepse që të marrësh oligark rus dhe t'i fusësh në zemër të Europës, të marrësh oligark rus dhe kines dhe t'i fush në zemër të një vendi antar i NATO-s, pretendent për Bashkimin Evropian, kjo është e pafalshme dhe e pa tolerueshme. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërhyjnë fuqimisht, madje e kanë projektuar shumë saktë dhe shumë qartë atë çka do të realizojnë. Dhe jo më në Shqipëri që kushdo që hidhet dhe kushdo tenton të fshihet mbas fijes së barit apo të kapet mbas fijes së barit e ka shumë gabim, sepse nuk do të triumfoj dot. Ata të cilët kanë bërë pazare me miliarda euro, me trafikantët e drogës, ata që kërkojnë që me këto para të krijojnë lobingje tek strukturat e shtetit amerikan dhe europian, por ndoshta Europa është me shumë kokë, po Amerika dihet që ky është diferenca, që ka vetëm një person që merr vendimarrjet dhe ndryshe nga Europa.
do të ketë probleme shumë të mëdha dhe nuk do t'ja dali do të mbanë, sepse ata kanë një strategji që janë si puna e pikës së shiut që bie mbi gur dhe derisa ta çojnë të hapin atë vrimën te guri, ata nuk të ndahen dhe nuk kanë për të ndarë. Unë shoh që ka shumë tendenca për lobingje, po jepet pasuri kombëtare, lobingje europiane të nivelit izraelit, të cilët janë individ të veçantë, se askush nuk mund të dali kundër interesave amerikane dhe dihet që Izraeli dhe Amerika janë një, perëndimi i djathtë jo ai sorosian dhe Amerika janë një, dhe kushdo që tenton, mundohet që të realizojë dhe të fusi pyka për çarje gjoje për të kryer lobinge bën gabim, sepse nuk ka mësuar një gjë që shërbimet e inteligjencës kanë një risi të veçantë në këtë botën perëndimore, që ai tjetri që të duket sikur ty të afrohet dhe të shan prindrit e familjes tënde te ty, nuk po e kuptojnë që po i bën gropën vetes, sepse ai e dëgjon dhe kur dëgjojnë që ky po shan familjen e vet, ja merr dhe këto i përpunon pastaj me familjen e vet për t'i treguar këtij tjetrit që ky nuk është në rrugën e duhur. Musaj, përpos lobingjeve për cilat flisni ju, duket që Rama ka dhe një qasje tjetër në komunikimin e fundit, ku natyrisht ishte prezente edhe përfaqësuesja e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që jepte leksione për qytetërimin kinez, tha një fjali që ishte diçka që duhet lexuar, si e lexoni ju. Korrupsioni është si këpucët e modës, shembullin e japin amerikanët. Si e lexoni ju narrativën në ata event, ku ballë për ballë kishte përfaqësuese në Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po shpesh në fakt kryeministri përdore terma të ndryshme, sidomos letrare, tokfjalçe. E ke parasysh herë thoshte turra vrap. Unë mendoj që ka ardhur koha e turra vrapit. Dhe ai nuk po di s'po e mban dot, se e ka marr ajo vorbulla e vrapit në për atë tatpjetën e madhe dhe nuk po ndalon dot. Dhe nuk mund të japësh leksione demokracie amerikanëve në kuadrin e kësaj dhe në vazhdimsi të asaj që tha, kur ti e ke bërë për të disa të herë kërcënimin, duke thënë që përveç alternativës europiane, u thuaj para ja 4-5 vjetësh, ka dhe alternativa të tjera nga lindja. Që ishte mini Schengeni, Ballkani hapur atëherë. Kur nuk po gjende për krajen, dhe ja të kemi që ajo u rrëzua dhe aludonte për lidhjet me Rusinë dhe me Kinën. Madje janë nga të vetëmi lideri që me charter udhëtonin në Kinë, me krishin lidhje të jashtëzakonshme, jo vetë, po edhe nëpërmjet të tretëve dhe obortarëve të tyre mediatik dhe biznesmenëve me lidhjet me rusët, sepse ka lejuar nëpërmjet ligjeve të caktuara që një pjesë e mirë oligarkëve rusë kanë bler prona dhe shtëpi dhe pafund që nga Ksamili, Saranda dhe Bregdeti shqiptar, të cilat në momentin që do ketë një rikonfigurim të qeverisjes së këtij vendi, që do jetë patjetër, sepse nuk ka zgjidhje, edhe fiziologjikisht askush nuk është dot i përjetshëm, atëherë do të shikojmë gjëra të çuditshme, shkelje të hapta ligjore dhe sigurisht që gjëra do vihen në vend, sepse ligji ta lejon një gjë të tillë që gjithkush që ka ardhur nëpërmjet parave për të zaptuar prona, pasuri, ndërmarrje, për të blerë, për të vendosur qoftë edhe si i infiltruar i shërbimeve të huaja brenda këtij vendi, pjesë antar i NATO-s, do të ikë. Shqiptarët e kanë në mendjen syt dhe drejtimin nga perëndimi, pavarësisht se trashëgimia e një pjesë të këtyre njerëzve që ne sapo diskutojmë është dhe indoktrinimi i tyre është lindor. Ne nuk na lidh asnjë gjë me Rusinë, e cila historikisht ka bërë të pamundur për të na përçarë, ka bërë të pamundur për të na çarë. Ka qenë pikërisht lobingjet ruse nëpërmjet ashtu të quajturës ortodoksia ruse, të cilët bën që neve na çan, na ndan Kosovën, na ndan pjesën shqiptare të Maqedonisë, pjesën shqiptare të Malizzi dhe Shqipërinë. Pa llogaritur që na morën edhe Çamërinë. Pra jemi i vetmi vend që kemi 5 shtete brenda një kombi. Me vetvete dhe askush nuk ndihet. Nga ana tjetër, një gjë duhet dinë që kush bën presione Amerikës ta harroj.
ajo teoria dhe ajo batuta e cila u morë si sportive dhe u morë me të qeshur që në qytet ka ardhur një sherif i ri, e kishte kuptimin plot brenda. Këtu në Europë, për vendet të cilat aspirojnë drejt demokracisë perëndimore dhe amerikane, do të kenë punë përveç popullit të atyre vende edhe me atë sherifin i cili ka investuar shumë për një drejtësi të cilën ne kemi kritikuar shpesh reforma drejtësi, sepse e pam që u nis jo mirë, u nis me disa elementë të cilët për qëllime të caktuara nga një klan i caktuar sorosian, por që askush nuk e mendonte. Unë e kisha thënë që do ketë zhvillime rrugës, sepse këta individ janë mësuar, një pjesë e mirë e tyre, të cilët erdhën nga ajo klasë sorosiane, janë mësuar që din ta ndërrojnë lëkurën dhe xhaketën. Dhe tani që kanë filluar, kanë ndryshuar gjërat, ata janë kthyer tek karrika e ligjit. Kanë ndryshuar gjërat, çfarë keni parasysh kur e thoni Musai? E shikoni të sinkronizuar patjetër që ata janë ata janë në kontroll dhe në monitorim të vazhdueshëm dhe të prerë të gjithë aktivitetit dhe të gjithë veprimtarisë dhe të gjithë vendimmarrjes për ato dosje të cilëve u janë lënë në tavolinë. Nuk i kanë marrë këta, nuk i kanë gjetur këta dosje, nuk i sollën këta përgjimet. Nuk ranë nga qielli, as kanë krijuar këta institucione apo përgjime të cilat i zbuluan vetë. Jo, ja kanë dhënë shërbimet europiane të policisë, ja kanë dhënë shërbimet amerikane, shërbimet angleze dhe i kanë thënë urdhë belge, ja tek i keni në dorë. Dhe ata nuk lëvizin dot, edhe të duan tani. Ndërkohë që kanë marrë ata paralajmërim që askush nuk mund të luajë, se ka ca marrëveshje Shqipëria dhe këta e harrojnë shumë kollaj. Shqipëria ka ca marrëveshje me partnerët europian, për sa i përket drejtësisë, për sa i përket luftës kundër krimit, për sa i përket luftës kundër korrupsionit, dhe nuk janë siç ndodh tek neve që thot kryeministri hengshin kokën. Jo, nuk të lënë ata hengshin kokën. Ata kokën do ta hanë nëpërmjet ligjit. 83 kartonët në parlament për cilat flet Rama se ka vullnetin. Po nuk kanë lidhje fare, ato nuk kanë lidhje fare. Po nuk kanë lidhje fare ato ne dim shumë mirë se si janë marrë dhe se si u blene, se si u shitën, se si u përpunuan. Çfarë kartona që janë ato, të kujt, të këtij parlamenti apo të atij të parit kur opozita doli nëpërmjet daljes. Ne kemi rastin konkret Musai që nuk mblidhet Këshilli i Imuniteteve për shkak të atyre 83 kartonëve. Te kjo do dilja sepse u bën një ndryshime kushtetuese të tilla në mandatin e kaluar ku u morën njerëz të cilët u joshën nga opozita, pjesë të listës të opozitës asaj kohe, pa përgjegjshmërisë së saj, pse jo edhe të qëllimshme, se është në Shqipëri duhet ne harrojmë që është ndjekur e njëjta strategji mot a mot me strategjinë serbe. Serbët lanë parlamentin edhe në Shqipëri kur ishte zoti Basha me shokët e tij të tjerë, edhe këta që janë sot, sepse një pjesë po duan të lajnë duart, por unë nuk kam besimin tashmë që kanë qenë pjesë e asaj loje, por nga që u ngeli kopilin der atij dhe ja lanë të gjithë pjesën atij tjetrit, dhe ka qenë mot a mot e njëjta strategji që ka përdorur klani sorosian në Serbi, po e përdorën në Shqipëri. Lan pushtetin lokal, lan pushtetin qendror, e zvendësuan deputetët e pushtetit qendror me deputetë të listës, bën ndryshimet dhe e mbajmë në parlamentin e kaluar çfarë do të. Ishim Musai, kemi diskutuar këto shumë gjatë për vite me radhë, ishim te 83 kartonat në parlament të Partisë Socialiste sot që nuk mundësojnë institucionet speciale të drejtësisë të bëjmë punën e tyre. Të kuptoj, po janë ilegjitim. Janë ilegjitim. Këto lloj kartona që janë kartona ilegjitim, të cilët i teket dikujt në mëngjes sot edhe unë Berisha në komunikimin e fundit e quajti grusht shteti, pikërisht këtë momentin. Po sepse prandaj e bëra ata analogjinë që ata fillimisht këta kanë një strategji. Kjo nuk është strategji e kësaj qeverisë, është strategji e klaneve anti-shqiptare dhe anti-kombëtare prej vitesh e vitesh të tëra. Ata kanë një strategji që unë që të marrë të 3 mandate do ndryshoj ligjin. Që ndryshoj ligjin, do ndryshoj kushtetutën. Të kem numrat e deputetëve. Nuk i kam, do t'i heq këta, do të marr deputetë të tjerë të cilët do m'japin ligjin dhe unë nëpërmjet ligjit do jap sa më shumë PPP, do marr para dhe duke marr para me PPP, me koncesion, me trafik me drogës, do ble votat. Si të korruptuarit Spaku i heton se për t'i dënuar i dënon gjykata e posaçme, pa
heqjen e imunitetit, mandatit nga këto 83 Realisht tani sistemi i drejtësisë nuk ka dënuar asnjë deri tani. Realisht nuk ka dënuar. Ata që janë dënuar kanë qenë vetëm disa individ të cilët kanë qenë shumë periferik në pushtetin vendimarrës. Pra unë nuk mund të krahasoj që ata që shoh në rrugë, po të marrin shembull kot. U bë tenderi skandaloz i uniformave të policisë, 27 miliard lek, 28 miliard lek, ose diku tek 23 milion dollar. 13 milion dollar ishin humbjet vjedhjet. U dënuar një 2-3 punonjës nga 5-6 muaj u lan. Ku janë lekët? Ato lekë janë përdorur. Kush e bëri? Kush ishte kryetari i entit prokurues? Dihet, kryetari i entit prokurues është ministri. Kush ishte kryetari i komisionit që caktoi gjithë komisionin e prokurimit publik dhe marrjes dorëzim të mallit? Sekretari i përgjithshëm. Asnjë nga ata nuk është dënuar të dy deputet. Ja, ky është problemi që presim ne nga gjyqësori. Tjetër, ne kemi skandal dosjet e 184-339, i kemi emër me figurë, 90% atyre i ke prap deputet, ministra të cilën erdhën në pushtet mbas atyre përgjimeve. Asnjë nuk është dënuar. Pikërisht do fillojnë të hapen e para. Do hapen e para, do mbajnë përgjegjësi për të gjithë blerjen e votave, për gjithë këtë shkatërim që i kanë bërë demokracisë shqiptare. Tjetër, kemi nepotizmin. Le çfarë thot kryeministri del, thot ai, tani do krijojmë struktura nepotike, se mos kemi nepotizëm brenda strukturave të partisë. Ku të tregon këtë gjë? Nepotizmin e ke nga fillimi deri në fund. I ke njerëz fëmijëtezë, xhaxhallarësh, të afërm të tjerë, vëllezër, motra, kunetër e tjera, s'po them shoqjet e shokëve dhe shokët e shoqeve në për gjitha institucionet qendrore. Në institucionet qendrore, në për ambasada, në për polici, në për shik, në për tjera. Në banka, në financa, kudo që të vësh dorën, kudo që do të shikosh, do gjesh një nepotizëm politik, shoqëror, familjar, të theksuar. Dhe njerëzit e tjerë, të mençurit, njerëzit idealist, njerëzit punëtor, njerëzit e ditur, zgjedhin rrugën e ikin. Edhe tani thonë nuk kemi, e kanë mbushur Tiranën me njerëz më keq analfabet, më keq. Unë nuk jam racist për pjesën e njerëzve të huaj, por unë më shumë dua vendin tim dhe më shumë dua njerëzit e mi. Dhe unë bëhem kritik kur shikoj që krijohet racizëm ndaj qytetarëve shqiptar, ndaj vëllezërve tanë, ndaj komshive, ndaj miqve, ndaj dashamirëve. Unë këtë nuk e pranoj. Dhe kjo është e pafalshme, kjo që ndodh tek ne, dhe po ta diskutosh i shikoj rrugët e Tiranës, nuk e punonjës, nuk e punëtor, nuk e specialist, nuk e mjek, nuk e infermier, nuk e gazetar, nuk e inxhinier, nuk e një njeri që të rregulloj lavatriçe, nuk e një teknik për hidraulik. Pse kanë ikur të gjithë, kanë marrë arratin dhe askush nuk mban përgjegjësi. Po shitet prona, vajte portin e Durrësit e masakroi miliarda euro. Fillimisht do ta bëj Alabari. Alabari i iku. Jo, po do ta bëj me frontet e shtetit, do ta bëj ai në një vend tjetër. Ora me këtë tallën tani. Ora kujt thonë kjo është vjedhje hapur e tmerrshme. Ke krijuar rastin e kompanive të fundit për të pastruar parat. Nga 1 janari tani 2026 do kaloni gjithë parat do kaloheshin tek kompanitë qendrore në Durrës për të pastruar gjithë parat e marra nga Akshi, nga të gjitha tendrat. E si që nga këto kompani që fiton nga për 2-3 muaj nga 250 milion euro. Po 250 milion euro tronditet bota, biznes botëror kur e shikon, çfarë po bëhet shumë. Edhe vetëm me një cop letër, pa asnjë lloj pune. Si u bën nga kjo? Sigurisht që unë kam edhe probleme. Edhe të lutem, kemi edhe 1-2 minuta maksimumi për aksionin opozitar. Janë thirrur protesta kombëtare, 17 janar Adriatik Lapaj, që qëndron prej ditësh prej javësh përpara kryeministrisë, edhe Partia Demokratike me forca tjera opozitare. Shkurt të lutem, sa më të koncentruar. Po ta kishte kursyer datën 17 do bënte më mirë. Po kupton 17 janar, se 17 janari është dita e vdekjes Skënderbeut, kështu që do kishte lënë një ditë tjetër do ishte akoma dhe më mirë. Po të ishte. Po ashtu e ka menduar që të protestoj pikërisht në një ditë e cila duhet të ishte më shumë solemne për të respektuar heroin e kombit se sa. Përbashkuese figura e heroit kombëtar. Jo, mos sa kishte lënë atë ditë për protestë, nuk ka vend. Ajo ditë meritonte tjetër një respekt për heroin e kombit. Përpos kësaj. Problemi është, unë nuk besoj te kjo lloj opozite me këtë lloj strategjie që po zgjedh, sepse ka një praktik o me mua kundra meje. Opozita, e kur e ka një gjë të tillë opozita, njerëzit është shumë vështirë të mbledhësh që të vinë. Aty duhet mbledhen të gjithë qytetarët dhe nëse parimi i famshëm, pa dallime krajnore, fetare, intelektuale, morale, duhet të mbledhen shesh për të
shpëtuar Shqipërinë. Kështu po mund të vinë. Dhe aty do të mblidhen individ, shoqata, grupe interesash, grupe jo interesash, pedagog, minator, ish kooperativist, punojës të thjesht, pensionistë të cilët po delegrojnë. Qytetar të ndershëm, të themi. Të gjithë pa përjashtim dhe të mos dali asnjë në podium nga këta që kemi 30 vjet që i shikojmë dhe që na gënjejnë dhe që kur vijnë momentet caktuara ne bëjmë pakt dhe pal me Edi Ramën dhe ja harrojnë të gjitha gjërat për çfarë janë bërë kauza të mëdha. Dhe kjo nuk ka ndodhur njëherë, por kemi 30 vjet që në momentin më decisiv bëhen pakt. Kur bëhen pakt, gjendë gjuhë e përbashkët, harrohet kauza e madhe. Prandaj jemi në këtë situatë. Ndaj unë nuk kam shumë besim, më shumë kam besim tek çështja kauza perëndimore, kauza amerikane, të cilët në djenin time po punojnë që kjo klasë e vjetër politike do të largohet dhe do ta largojnë, madje ua kanë kërkuar pozitar dhe opozitar që ju duhet të largoheni dhe duhet të deklaroni që nuk do të keni dorë në pushtetin e ardhshëm, kur çdo që të vijë dhe sido që të jetë i përbashkët, koalicion apo i veçantë. Një pjesë e tyre nuk kanë dashur ta pranojnë, prandaj jemi në këtë situatë, prandaj ata janë në këtë situatë që nuk u vënë njerëz në protestë. Ungjë Musai, ju falenderoj shumë. Ndoshta bëra çiki i ashpër, por që ne kemi shumë gjëra më për të e kemi detyrim ndaj publikut, por ky është realiteti dhe më mirë ta shikojmë në sy sot se sa të vazhdojmë pastaj dhe 5 vjet të tjera të vazhdojmë me të njëjtat probleme. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit juve. Ungjë Musai ishte me ne në studio, zonja dhe zotrinj, drejtori i gazetës Telegraf. Ne ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen tuaj.